Selam aleikum, hoxha, Allah të rujt. A është e lejuar fetarisht që Ramazani të zbukurohet pak, jo si lloj ibadeti apo obligim, por vetëm për të filluar fëmijëve të veçën një atmosferë të bukur të Ramazanit. Qëllimi është vetëm t'ju tregojmë fëmijëve se edhe ne kemi një muaj të veçantë dhe të gëzueshëm. Si shihet kjo nga ana e Islamit dhe cili është mendimi juaj për këtë çështje? Allahu shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka një transmetim të saktë se Omer ibn Khattabi radiallahu anhu e ka zbukuruar edhe ka pëlqyer zbukurimin e ambienteve, kuftat të xhamive ose të shtëpive ose të rrugëve për shkak të ardhes së Ramazanit. Do të nëse shkuat në pëlqimin e Omer ibn Khattabit lejohet. Pastaj zbukurimi nuk është të çështjet e ibadetit, se nuk është ibadet, po është vetëm me një atmosferë pak më të këndshme edhe për fëmijë, edhe për gëzimin që është për ardhen e Ramazanit. Në këtë drejtim, mendoj se bën me i zbukuru shtëpiat edhe xhamiat me zbukurime të lejuara për shkak të ardhes Ramazanit, wallahu a'lam.